Procesi i përzgjedhjes së drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, BKH, është një nga mekanizmat më të ndjeshëm të reformës në drejtësi. Në thelbin e tij qëndron besimi publik se lufta e shumë pritur kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar do drejtohet më në fund nga merita, transparenca dhe integriteti. Për këtë arsye, rregulloria e miratuar nga Komisioni i Përzgjedhjes parashikon një proces me 6 faza të detyrueshme, ku 5 të parat janë testuese dhe kualifikuese, ndërsa e 6-ta është vendimarrëse. Një burim afër grupit ndërkombëtar që mbikëqyr institucionet e reja të reformës i tha gazetës Dita se ka ndalë në sipërfaqe probleme serioze gjatë këtij procesi. Sipas burimit që ka konsultuar dokumentacionin zyrtar, kandidati që më pas u propozua dhe u emërua drejtori BKH, Joni Keta, rezulton të jetë renditur ndjeshëm më poshtë se kandidatët e tjerë, pas përfundimit të fazave të testimit. Të paktën 4 kandidatë të tjerë kishin rezultate më të larta në filtrat profesional dhe të integritetit. Ligji jep spakut diskrecion në fazën finale, por diskrecioni nuk është sinonim i mungesës arsyetimit. Kur një renditje zyrtare përmbyset, arsyeja duhet jetë dokumentuar, e argumentuar dhe e komunikueshme për publikun. Burimi theksoi se situatën e ka bërë më të rëndë fakti që ka patur mendim kundërshtues brenda vetë Komisionit të Përzgjedhjes. Një nga 3 antarët e komisionit e ka shënuar zyrtarisht mospajtimin me vendimin. Ky është një element shqetësues, sepse tregon se nuk ka pasur konsensus profesional dhe vendimi nuk ka qenë i vetkuptueshëm as për vetë organin përzgjedhës. Situata komplikohet më tej nga ekzistenca e audioregjistrimeve dhe debateve të forta në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku janë artikuluar akuza dhe kundërakuza lidhur me procesin e përzgjedhjes. Thelbi i kësaj çështjeje është standardi. Nëse renditja është anashkaluar pa shpjegim bindës, rreziku është i qartë. BKH mund të humbasë autoritetin e vet moral përpara se të ushtrojë autoritetin ligjor tek të tjerët. Dita do të drejtohet institucioneve të përfshira në këtë proces me disa pyetje në interes publik, të cilat për momentin kanë mbetur pa përgjigje. Pse u anashkaluan kandidatët e renditur më lart në garë? Cilat ishin kriteret konkrete që e përmbysën renditjen? Pse mendimi kundërshtues i një antari të komisionit nuk u adresua publikisht? A u përdor faza e 6 si vlerësim real apo si justifikim formal? A i shërben ky precedent forcimit apo dobësimit të besimit te reforma në drejtësi? Ligjshmëria formale është minimumi që kërkohet nga institucionet e reja të drejtësisë, por për një strukturë si BKH, minimumi nuk mjafton.